Informacionet e fundit që kam nga komunikimet e përfaqësuesve francez në mbledhjet në Bruxelles, të cilët veç më kanë filluar në forma të ndryshme, nga COWEB në Coreper dhe pastaj në nivelet tjera, është se Franca ende nuk ka vendim final. Pritet presidenti Macron ditëve në vijim të prejnë se çfarë pozicioni do merr Franca, edhe pse qëndrimi i tyre tani është më i zbutur dhe më racional, do thoja, ndaj perspektivës së Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë në përfillimin e bisedimeve. Dhe kujtoj se këtu tani gjitha vendet anëtare në fakt e kuptojnë se ky nuk është një këshill ordiner i Bashkimit Evropian për një vendim administrativ. Dhe këtë po e përsëris në çdo paraqitjen tim, se është vendim historik. Se nëse 2003, samiti i Selanikut, hapi perspektivën për Ballkanin Perëndimor, 15 tetori 2019 mund të mbyll përfundimisht perspektivën e Ballkanit Perëndimor me gjitha pasojat për dinamikën e proceseve brenda, përfshi Prespën, përfshi raportet me Bullgarinë, përfshi raportet ndëretnike, por veçanërisht dinamikën rajonale dhe mesazhet rajonale. Prandaj kujtoj që ka një vetdije për pasojat, dhe unë mendoj që kjo porosi që u dha dje në Bundestag do përcakton edhe tonin e vendimeve të vendeve anëtare tjera. Fillimisht milioni për qëndrimin e Holandës, për shkak se Holanda ka një mocion të pranuar kundër Shqipërisë para disa muajve, kurse për ne ka mundësi ligjore për të përkrahur fillimin e bisedimeve. Dhe këtu kanë qenë dilema se si do pozicionohet tani Holanda me këtë vendim të parlamentit karshi paketit. Mirë po, ajo çfarë ne kemi si informacion është se qeveria holandeze mund të merr vendim edhe përkundër pa kaluar edhe një herë në për procedurë parlamentare, që mendoj që e lehtëson tani qasjen e këtij debati, do ketë shkputje apo nuk do ketë shkputje. Sa i takon ligjit, unë mendoj që përveç që ligji duhet miratohet para 15 tetorit, për dy arsye. Një, për të rregulluar çështjet të cilët duhet i trajton, çështjen e fatit të lëndëve të prokurorisë speciale, themelimit prokurorisë speciale, por edhe për një arsye tjetër të cilët mendoj që e nënvlerësojmë, për të treguar para Bashkimit Evropian se ne dim të arrijm konsenzus ndërmjet gjitha partive politike kur vihet çështja te përcaktimet tona strategjike.